bëjmë thirrje palës serbe, që ta një realitetin të rëndë, sepse realisht Kosova ka ndryshuar shumë që nga rezolutat 2024. Edhe në këtë drejtim, realiteti i ri i Kosovës është një realitet i një Kosovës demokratike, një Kosovës shumë fuqishme në Ballkanin Perëndimor, po edhe një fqiu i cili dënë normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore, po mbi gjitha fqinësinë të mirë. Ne jemi shumë të interesuar që të lëvizim drejt Bashkimit Evropian në rrugtimit tonë, mirë, po kemi një shtet fqin i cili realisht përpos që nuk dënë normalizim të marrëdhënieve, po ashtu refuzon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse në një anë proklamon që është për integrim në Bashkimin Evropian, në anën tjetër është një shtet agresor në Ballkan. Destabilizimi i Ballkanit Perëndimor është piknisje tek Beogradi dhe tek në kuadër të prezantimit të realitetit në Kosovë, sepse në kuadër të raportit UNMIK-ut që gjithmonë faktohet progresi i Republikës Kosovës, prandaj zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës zoti Glauko Njufsa po ashtu prezantoi prap të arriturat e Kosovës, po edhe mbi gjitha reflektimin e Kosovës në vitin 2026. Po ashtu shumë e rëndësishme që në këtë seancë vazhdohen të bëhen thirrjet për njohjen e Republikës Kosovës nga shtetet mosnjose, sepse tashmë që bëri një thirrje. Britania e Madhe bëri një thirrje, po edhe u bë thirrje që të mbyllën strukturat e UNMIK-ut, sepse tashmë ato nuk kanë rol. Ne ndër vite kemi thënë që strukturat e UNMIK-ut tashmë nuk kanë ndonjë rol në rrugtimin e Republikës Kosovës. Ne kemi institucione funksionale dhe kemi